Kështu edhe vajza do të me i ditë për djalin edhe të kalurin e tij, qoftë se është edhe e mirë, të dy palët. Po nëse të dy palët pajtohen në fillim, më thonë është dakordimi dy anshëm, që mos me ka kalura asnjë në spal, edhe ke lejohet. Ama një anshëm nuk shkohet. Ti tregon për jetën tonë krejt, a unë jo, kështu nuk shkon. Se ka djem kështu ju thojnë vajza. S'është më rëndësi unë jam djalë. Jo, është më rëndësi. Asnjë haram, asnjë gjë ndaluar nuk është për djemt e lejuar e për vajzat e ndaluar. Harami është haram si për djalë si për vajzë. Nuk ka këto privilegje. Fatkeqësisht mentaliteti se si i rrisim vajzat ne është diskriminues në disa raste. Që i thotë s'ka lidhje nanës. Ai djali i mirë, ai ishi pasën, po i ka pas një 2-3, s'ka lidhje e djalë është. Pikërisht për këtë pjesë kena një temë tjetër, se shumë tema interesante në fakt. Po tjetër sa i përket kësaj çështje sidomos njoftimit na u diskutuan, po edhe gjatë martesës, në fakt na kemi pa që shumë shpesh hoq mrena çiftit, kur gruaja është axhan, ndoshta edhe presioni rrethit veç ajo mënyra inshallah djalë, gjatë procesit shtatzanisë një grua ndikon shumë. Sidomos fëmia i parë. Tash, apo e diskutojmë pak këtë pjesë, na e dim që na si shqiptar kemi gjuallti, kur ka lind djali i parë, kemi bo dasëm, shumë shpesh ndoshta edhe disa video të hyjmë me kerr, me fest, pse një djalë hyri në shtëpi. Kjo është pak temë ndjeshme, sidomos për një grua që po kalon në procesin e shtatzanisë, po dhe pas lindjes. Po, kjo është presion psikologjik, presion psiqik ndaj nanës gjatë fazës e shtatzanisë që është ndaluar në islam. Dhe këtë gjanat, se shumë kush thëtë çka për lidhë gjanat këtë me fe. Po, krejt jeta jonë lidhet me fen. Krejt jeta jonë lidhet me fen. Edhe këtu lidhet me fen. Pse? Sepse para se me u martue, baba dhe nana do të me përkati djalin. Para martesës me i treguar disa gjana, disa gjana i mësën ai vetë, e ndër të tjera duhet me përkatit se ndoshta Zoti ka me dhonë veç djem, e ndoshta Zoti ka me dhonë veç vajza, o birim, po ndoshta Zoti t'jep të dy palët, edhe djem edhe. Po të me thonë o birim, dhe të pos kujdes se Zoti dikon e spravan, e ndoshta s'tjep as djem as vajza. Këto 4 kategori i përmen Zotin Kuran, që disave thët, ju japin vajza, disave ju japin vetëm djem, disa ju japin vajza dhe djem, e disa qka i lam pa fëmijë, Zoti i përmen Kuran tu. E cili është ma i mirë, apo cila kategorit 4 atë janë të njëjta, se kjo është përzgjedhja e Zotit, nuk është përzgjedhja e çiftit bashkëshortor. Kështu që do të me kuptu me fe se lindja e vajzës është begati, sjell bereqet, bashkështu është fetarisht. Nësë po dojmë i diskriminu djemë, që edhe ata kanë atë, që me thonë, rolin e vetë, edhe ata e kanë atë rëndësinë e vetë, janë të rëndësishëm. Mirë po, nuk është njëtë si kur një nonë që i rritë 3 vajza, si kur një nonë që i rritë 3 djemë. Shpërblimi është me madhe se nonë që i rritë vajzat. Qoftë edhe 2 vajza kur i rritë e edukon, i shkollon, i marton që shtetë populli me faqet bërë, shpërblimin e ka ma shumë se saja që i rritë djemët. Sepse femnat janë shumë të rëndësishme shoqëri. Ato e përbojnë sot këtë shoqërinë. Gjysma e botës e janë femna. E që këtë gjysma e botës e lindin që gjysmën tjetër që janë djemë, që janë burra, që do të gati një shoqëri këtë e kanë dorë. Andaj me eduku një vajzë, e me bëja nënë e mirë, do të thotë me eduku gjeneratat e tëra. Kështu që do të me pas kujdes, të janë tradita të ignorancës, të kohës së ignorancës, me u gëzu për djalë, e me qitë me kalash apo me alti, e me bëha të manifestime gostije ku ta dy me i thirë njerëzit, e ndërsa kur lind vajzë me fshe edhe qka me u shgënjuje, edhe me u mërzit, edhe me këqyr, nëse i bën nusja 3-4 vajza, dhe qysh gjithmonë si hendikepume. Thu se kje ka fabrikën aty dhe për i përzell, kjo caktimi Zotit. Kjo nuk është aftësi e një burri pse i ka 10 djem, një tjetër që i ka 10 vajza. Kjo është caktimi Zotit. E kemi na edhe rastin në Kosovë që i ka 10 vajza, e kemi rastin që i ka 10 djem. Pse kjo është ma i Zotit, tjetëri ma i dëbë, po Zotit ka dashë ashtë. Kështu që këta do të me hjek, edhe është të hjekja. Sinqerisht me thëmë është të hjekja, po na fetarisht këtë keqe, këtë dukuri negative do të me largue prej shoqënisë, sepse kjo ka qenë edhe në kohën e ignorancës së lashtë. E kishim popujt e hershëm, një tradit që kur ju lind kërë vajza, e preshin ftyrën, edhe ishin dhe më thonë të pa disponum, ishin të mërzitën, nësa kur lind kërë djallë, si kur me lind një komandanta, si kur me lind dikush. Po jo çdo fëmijë që lind djallë, dhe më thonë,
Ja shehajri. ka me dal i suksesshëm. Ose çdo vajzë që lind, ka me dal runa zot e pa suksesshme. Runa zot ka raste që vajza ka dal më suksesshme se sa djali. Sidomos për prind, kështu po e them, unë nuk bëj sondazh, por çka pesha unë nuk kujdesen as emocionalisht, as fizikisht për prindit djem që shkujdesen vajzat. Edhe krejt prindit, çka kanë vajza, po thonë, vajzat ishin për prindit, ndërsa djemt ishin për nusën. Po, tojnë. Sepse po martohen. Edhe motra ma shumë për vlla se vllau ma shumë për motër. Ajo Se, është vërtet. fatkeqësisht koha po kalon shumë shpejt, ka shumë pjesë që duhet me diskutu të kjo, po unë po du me cek edhe një pjesë që shumë të risot po refuzohen mu martu. As bashkëtes, as njohje, as martes. Jo, ma mirë me vanu martesën se me bashkëtuar, me hinë haram. Tash po du me fol veç pak minuta për martesën e vënume, se shpesh, qysh paragjikohet një nuse kur lejnë ndoshta një vajzë, ose një djalë tash në varet qysh është, paragjikohen edhe personat e cilët po ju vënohet martesa atyne, madje presionin nga rreti është këgjaj madh, vjen i tezën i hall që nuk t'i dim punë të heqë dhe thot, hajde çka po pret. Si te vajza, si te djali hoq, pse ndodhin këto edhe a e ka shkru Zoti për secilin fatin e tij, kismetin e tij? Martesa është caktimi i Zotit, o risk. Se në kur fulim për rizkun, krejt njerëz të lidhin ka ona materiale. Si të thojnë, o Zot me na shtu rizkun, furnizimin, me na furnizu Zoti është veç me ushqim, me pije dhe me pare. Jo, shëndeti është risk i Zotit. Martesa është risk, caktimi i Zotit. Fëmijët janë risk, caktimi i Zotit. Andaj, ne do të me bu punën tonë. Jo na me lon veten deri në moshën 40 vjeçare, e me thonë se ka shku Zoti. Po Zoti nuk ta çon ty prej qiellit në hyria atje dhe me thonë rreti aty, i shtrim aty me klimë, me krejt, me ushqim, me pjesë ka me të ardha hyria prej xhenetit. Jo, hyria janë vetëm në xhenet, nuk janë këtë botë. Kështu çka do të më i bësh kaqet. Edhe unë nuk po them patjetër, po sa më herët është më mirë. Martesa e hershme i ka ato begatit, i ka ato mirësit e veta. Dhe në vend se tash të impleqësi të merresh ti me fëmijët e tu, të impleqësi merresh me jetën tënde, me luksin tënd, merresh me nipa me mesa. Kështu që sa më herët është më mirë. Edhe nuk do të me prit kushte ideale, sepse me i prit ato kushtet ideale, perfekte, edhe unë sot ndoshta kisha prit edhe në i kohë, se krejt nuk i krym asë një herë. Se dikush thot, po, ne kam shkollimin, a i të të hajde shkollimin, po të nej punësimin, po të nej përvojën, të nej po dal pak po eksplorejnë për Evropën, në për Azi, ka dal me djallë. Të njerë martov, se unë njëf plët një sukses shumë që janë martu, e para se e kanë kry shkollimin, e para se të punësohen.